Asalamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë në emisionin Kështu ishin të parët tanë. Me hoxhën Fitim Gërguri, sot do të flasim për vetëpëlqimin, do të kuptojmë se si duhet kemi kujdes nga kjo problematikë serioze. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë se gjej. Fillimisht do doja ta kuptojmë këtë problem. Çfarë është vetëpëlqimi? Çka konsiderohet një gjë e tillë dhe pse është kaq problem serioz për çështjen e zemrës së besimtarit? Fillimisht Allahun Teala falenderoj për Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë Muhammedin alayhis salam dërgoj. Vetëpëlqimi është një prej smundjeve të zemrës që goditet me të njeriu, qoftë besimtar, qoftë po besimtar. E që i bjen mes me qenë falenderues ndaj Allahut për mirësitë e dhuruara dhe çdo mirësim ja trebu arritjeve tua personale. Me thonë për shumë, unë e kam bërë, unë kam arrit me dijen tem, arrita këtu me mundin tem, dhe mos me qenë falenderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Na Allah bojare, prej mësimeve fetare, e kuptojnë se nuk mujna me bo asnjë lëvizje të syrit, pa ndimen dhe lejen e Zotit. E lërë ma diçka më të madhe. Krejt kjo që e kena është dhëmti prej Allahut Azza wa Jall. Siç thot Allahu, "Wa min ni'matin illa min indillah", nuk ka mirësi që ju posedoni veç është prej Allahut të lartësuar. Ndaj prej këtu theme se vetëpëlqim është atribut për vete, edhe me ju këtu cilësimi thonë se janë mirësi të Allahut, si dhe më u krenu me gjëra që nuk posedon. Ka shumë njerëz që posedojnë disa gjëra, po disa tjera i shtojnë apo janë veshin njerëzit dhe ata i pranojnë. Për shembull, nëse flasim për njëri ditën, është i ditën në disa aspekte, njerëz për rreth mendojnë se është i ditën në gjitha aspektet dhe ai hesht e pranon, edhe kjo një lloj vetëpëlqimi i pa pranuar si smundja e zemrës dhe që do të ketë pasoja në ditën e takimit me Allahun. Rreziku i vetëpëlqimit është se e shkatron sinqeritetin. Pastaj njeri nuk vepron për Zotin, po vepron gjëra për vete, e merr veten si të adhuruar. Ashtu siç thot Allahu, "Wa man ittakhadha ilahahu hawa fadalla an sabilihi", ai që merr për të adhuruar veten e tij, ka devijuar nga rruga e jam, nga rruga e Zotit. Pra çdo gjë e bën për krenari, çdo gjë e bën për me marr simpati për njerëzve, me marr prani tek njerëzit, lodhet shumë me ju bo njerëzve shefin, as nuk është mos që jeton për kënaqësi të veten, e as nuk është që punon për Zotin. Krejt këto e bën për njerëz dhe për këtë kategori Sufjan Thauri rahimahullah, ky imam i nderuar, thoshte: "O ju që nuk jeni të sinqert, dhe ju pëlqen vetja, se çfarë veproni, mos u lodhni kot, se gjitha ajo që veproni do të jetë kundra jush në ditën e takimit me Allahun." Po dhe hoxh, a është vetëpëlqimi për atyre gjunaheve të fshehta që njeriu nuk e vren lehtë te vetja e tij që e posedon? Padyshim është smundje e zemrës dhe çdo smundje e zemrës është e fshehtë. Nuk është që duket. Ka raste që mujna me vrejt, ka raste që përvidhet. Shumicën e rasteve është smundje e fshehtë. Shpeshherë vjen e mbështjellë me adhurim. Për shembull, njëri bën adhurim vetëm, po kur është para njerëzve e shton dozën e adhurimit me qëllime të caktuara. Kjo është vetëpëlqim që njerëz me pasë sa i përkushtuar këshen ka. Pra lidhet edhe me syfaqësinë. Kjo është komplet syfaqësi e trajtuar me vetëpëlqim. Domethënë, syfaqësia është e urrejtë, nëse na vet neve, çka është syfaqësia, thonë nuk bën kështu me radhë. Vetëpëlqimi të pëlqen ajo syfaqësi. Është ende më e keq. Se jo vetëm që e vepron, por edhe ndihesh komod. Një njeri i cili jepet mas opinioneve të njerëzve. Nuk e kam fjalën që nuk ndikohet, se gjithë ndikohemi. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Por
me qenë synimi jonë, kënasia njerëzve, kjo është vetë pëlqim, mundohet pastaj me bëjt gjithë shka që atyne ju pëlqen, edhe për me arrit synimin që e kërkan, me qenë i njohur, me qenë me famë, me qenë me pozit tek të tjerët. Kjo është rreziku. Po, dhe si përshkruan Allahu ata njerëz të cilët ndjejnë vetkënaqësi dhe krenari për veten e tyre, për veprat e tyre? A ka ndonjë ajet që flet drejt për këtë temë? Që dënon këtë temë? Po dyshim Allahu Azza wa Jalla thot: "Fala tuzakku anfusakum inna Allaha ya'lamu liman ittaqa." Mos lavdoni veten e ju, se Allahu e din se kush për ju është i devotshëm. Lavdimi është i ndalun. Ka disa hadithe që pejgamberi alayhis salam tregon disa veçori që i ka si pejgamber. Për shembull thot: "Unë jam biri më i mirë i Ademit alayhis salam." Pastaj çështja vazhdon, thot: "Wala fakhr", po s'kam qëllim lavdimin me këtë çështje. E kam qëllim me ju tregu se Zoti obligoj me ju tregu, ose jam vula në gjithë pejgambersisë, wala fakhr, po s'kërkoj prej kësaj lavdim. Në disa raste lejohet so për sërim, sigur se Uthmani radiallahu anhu, në momentin kur xhavarejt e rrethun për me vra, thoshte: "A nuk kam qenë që e kam bler atë pusin dhe ja kam dhënë pejgamberit dhe sahabe, a nuk kam qenë unë ai që e kam zgjeru xhamin, a nuk kam qenë unë ai që i kam pajis 1000 kalors me pajisje për luftë." Kjo nuk ka pas qëllim me u lavdu, po nga njëherë kërkohet me ju tregu se ai që ti je të thonë, unë nuk jam, unë jam tjetër. Dhe është detyruar me thonë xhavarejve se ne nuk jam që kum tradhu fen, unë nuk jam që kum lanë gjykimin me Zotin, por unë jam që kum kontribu dhe kontriboj edhe në këtë moment ashtu siç kam qenë më herët. Shumë raste të limitune lejohet kjo më u përdor, por në shumicën e rasteve sot që jena fatkeqësisht kjo smundje na ka godit gjithë neve. Shpesh herë po them që edhe ata që falen, edhe ata që janë të përkushtuar, nuk shpëtojnë prej kësaj smundje. Është smundje që të jep një kënaqësi të veçantë, kusht të cilës është marrëmendse në botën tjetër. Për momentin është një lloj kënaqësie, kur njeri fillon me pa veten më mirë se të tjerët. Pra është veten të pastër, ndërsa të tjerët më poshtë. Kjo është. Nuk ka mundësi me u nënçmu askush, vetëm se duke u lartësu vetja jote. Nuk ka mundësi me u dikush i përullën, veçse të nathmes ndihesh i lartësun. Dhe kjo lloj lartësimi nuk është që i takon krijesës njeri, kjo i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe krejt sahabët radhiyallahu anhum, janë mënun maksimum më u largu për këtij vese, nuk kanë pas këtë cilësi, nuk e gjena asnjë prej tyre që është lavdrua apo e kanë nënçmu tjetrin. Një rast përmendet se Abu Dharr radhiyallahu anhu i ka thonë Bilalit: "O djali i nënës së zezë." Pejgamberi sa posa dëgjoi këto i tha: "Inni kamrun fi kal jahiliye." O Abu Dharr, ti je një njeri që ka mbet pjesë të ignorancës në veten tënde. Pastaj Abu Dharr vrapoi te Bilali dhe vendosi kokën në tokë e kamën e Bilalit mbi fytyrën e tij. Vendosi kamën e Bilalit mbi fytyrën e tij. Tha se nënçmua, ky nënçmim nuk meriton trajtim tjetër veç e kësaj kategorie. Ne kemi shumë për obligim. Do të përmendim sigurisht shembuj hoxh pak më vonë, por do të ndalim pak më shumë te çështja e të kuptuarit drejt të çështjes së vetpëlqimit. Ku qëndron dallimi mes vetbesimit dhe vetpëlqimit? Vetbesimi është ajo ndjenjë që njeri e ka në veten e vet, se mund me e kryen një çështje të caktuar, një projekt të caktuar, një punë të caktuar.
Ndërsa Pra ka guxim, ka gatishmëri, din ta bëj një I punë. ka gjitha komponentet që mund me kry ato që e merr për bazë. Si shembull, vetbesim është njëri me dalë dhe me mbajt një ligjërat fetare. Ose me fal një namaz. Ai ka besim del e fal, po kjo nuk ka të bëj me vetpëlqim. Vetpëlqimi është të krënuarit se vetëm unë e meritoj dhe askush më mirë se unë nuk di, dhe po të mos isha unë këto do të mbetëshin keq, kjo është vetpëlqim. Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah thoshte se vetbesimi është siguria e hedhjes hapit në arritjen e kënaqësisë së Allahut. Ndërsa vetpëlqimi është siguria e hedhjes hapit në arritjen e kënaqësisë së shejtanit. Ndaj ky dallimi me të parën synohet kënaqësia e Rahmanit dhe me të dytën synohet kënaqësia e shejtanit. Pejgamberi alayhis salam si e ka përshkruar çështjen e vetpëlqimit? A ka konsideruar se është pengesë për pranimin e veprave? Sigurisht. Ne e thamë fillimisht se kjo bjen ndesh me sinqeritetin. Është sikur se uji me zjarrin, sinqeriteti me vetpëlqimin. Ashtu qysh nuk ka mundësi me u pranu një vepër pa qenë e sinqert, ashtu nuk ka mundësi me u pranu një vepër e shoqëruar me vetpëlqim. Pejgamberi sa me tregon një hadith në ditën e gjykimit, ju thuhet njerëzve të cilët kanë vepruar jo për Allah, shkoni dhe merrni prej atyre që keni vepruar. Ibn Qayyim rahimahullah thot, soi përket kategorisë vetpëlqimit, atyre njerëzve që kanë pëlqyer veten, ju thuhet shkoni merrni prej vetës ju, nëse keni çka i dhuroni. Se ju për vete keni vepruar. Andaj secili e merr shpërblimin prej atij që ka punu. Ata të cilët kanë punu për ditën e daljes për Allahut, do të marrin prej Allahut të lartësuar, ndërsa ata të cilët kanë punu për kënaqësi ditore, javore, mujore të kësaj bote, do t'ju thuhet merrni prej atyre për të cilët keni bë. Edhe në këtë rast ju thuhet merrni prej vetës ju, nëse keni çka me marr. Allah na falt. A det njeri yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imrin yawma idhin sha'nuhu yughni. A det kur njeri ik prej babës dhe nanës, ik prej gruas, ik prej fëmijëve, ik prej secilit dhe secilit i takon i mjafton vetja e vet, a dit që ka nevojë më shumë të për Allahun, ky njeri lihet në dorë tina, lihet pas Zot. Zoti nuk i ndihmon të të shkon merr prej atij për të cilët ke punu. E sa fatkeqësi e madhe është që njeri me u lodh shumë në këtë botë për me arrit një dënim dëdhimshëm që e arrin ato që janë sinqert dhe s'kan punu për Allahun. Kjo problematika që sot shumica e jonë e kena veçanërisht pas daljes së rrjeteve sociale, ju ka dhënë mundësia secilit njeri me një kamerë thjesht me bëu diçka. Dhe sidomos pas daljes së këtyre rrjeteve të reja sociale, çmenduria në rrjetet sociale çdo ditë është në rritje. Njerëzit bëjnë shumë gjëra, ndoshta shumë turpshme, vetëm për disa lajka, për disa shpërndarje, për disa para që i fitojnë në fund të mujit prej atij rrjeti që posedojnë, ndaj krejt kjo është fillon me vetpëlqim. Në këtë rrugë nuk futet i sinqerti. Ai që bën për Allah, e din se Allahu e din veprën e tij, edhe nëse është në errësirën e natës, larg krijesave, ndërsa ai që punon për njerëz, Allahu na ruaj, do të ketë pasojë të dëmshme. Ibn Abi Dunya përmend një hadith për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, librin e tij sinqeriteti, thotë ka thonë dërgoni Allah sallallahu alajhi wasallam, një njeri adhuron Allahun në ishull të largët. E adhuron për 500 vjet rresht. Njerëz prej umeteve të mëhershme kanë jetuar më gjatë. Dhe ky njeri ka qenë prej tyre. Pastaj kur del para Allahut azza wa jall, Allahu ja shkatron veprat. Në parim ky hadith është shumë i frikshëm.
kë ka bërë adhurim në ishull larg syve të njerëzve, ka u mundu në mënyrë në aspektin e jashtëm me i marrë ato shkaqet për mos më ronë në vetpëlqim, për mos më ronë në hipokrizi. Por tregon hadithe thotë kë ka pas qef shumë me ditë njerëz se çka ka vepru. Dhe Allah tregoi çka ka vepru. Po do thonë dëshkoj për shkak se s'ka bo për Allah. Ndaj është shumë problematik e madhe ekspozimi. Dhe është problematik e madhe edhe vetmia me qëllime të caktuara. Ky ka bën një lloj vetmie, po s'ka pas synim kënaqësinë Allah. Ka pas synim me thonë është filane që 30 vjet larg njerëzve, po punon, po mundohet e kështu me radhë, këtu e kënaqen. Atë është jo krejt njerëz janë gatshëm më ballafaqu me sfidat që e merr prej botës virtuale. Disa zgjedhin anën tjetër, po anën tjetër mund me qenë Allah në rujt. Jo e sinqert dhe me pas ndëshkimin e njëjtë, se dyja janë vetpëlqim. Në fundit, dyja janë vetpëlqim. Po hoxh, a ka shenje që mund të kuptoj dikush se po bie në vetpëlqim? Padyshim, nëse e vërejnë se atë vepër të caktuar, po të mos ishte filane, nuk do ta vepronin. Kjo është shenjë. Apo shenjë tjetër është nëse nuk na lavdojnë për veprat që i bëjmë, i lojna. Sa njerëz për shembull kanë filluar namaz natë, po sa nuk ka marrë atë trajtimin që ai e ka paramendu se dohet me marrë një njerëz që falet natën, e ka braktisht falurit natën. Ka mendu se mbrëm o fal natën, tash na do të më lëshu vënën, me uru mirë sa ardhja, me thonë, po të mos ishe ti na toka nuk do të na mbante, e gjana tilla. Një njerëz që lën veprat që në parim synohet kënaqësia e Allahut, nëse nuk merr lavdata për njerëzve, këtë tregon se e ka bërë për vetpëlqim dhe jo për kënaqësitë të Allahut. Andaj është rrezik, sinqerisht është rrezik. Vetpëlqimi është smundje që ndoshta nuk mundna me pështu asnjëri prej neve. Kjo mund me jetë edhe në xhirin familjar. Për shembull, kur është familja, ato gruaja, fëmija, nana, baba, njëri ruhet, kujdeset, bën vepra, kur nuk janë, nuk bën vepra. Edhe kjo është smundje, prej smundjes të vetpëlqimit. Ndaj në çdo situatë, nëse nuk jena si në vetmi, si para njerëzve të njëjtë, kjo është minimumi, atëherë rrezikohemi për vetpëlqimin. Ndërsa maksimumi është me qenë vetmia shumë më e mirë, se sa që dokëm para njerëzve. Edhe hoxh, vetpëlqimi pra konsiderohet edhe prej mëkateve, ndoshta edhe më të rënda se sa mëkatet e jashtme. Çdo smundje e zemrës është shumë më e rëndë se sa gjunohat e jashtme. Sigur se çdo adhurim i zemrës është shumë më i vlerë se sa adhurimet trupore. Ndaj prej këto themi që smundjet e zemrës, rreziku i tyre është se pendimi është shumë i vështirë, për mos më thonë i pamundën. Nëse morëm gjunohën e iblisit edhe Ademit alayhi salam. Gjunohi i Ademit ka qenë gjuna e jashtëm. Indikon prej epshit dhe prej cytjeve të shejtanit, ju ka ofru një pemë të ndalume. Por pendimi ka qenë shumë i lehtë. Dhe pranimi i pendimit ka qenë shumë i shpejtë. Ndërsa gjunohi i shejtanit ka qenë smundja e zemrës, vetpëlqim, unë jam më i mirë saj, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, me krijuar nga zjarri dhe krijuar nga drita. Pra vetpëlqimi këtu e ka fillesën. Normal, gjunohi i parë që ka bënë është vetpëlqimi, ose stimuluesi për refuzimin e urdhit të vetpëlqimi. A ka mundësi një njeri mos me fal namazin veç se pëlqen veten se po bë mirë? A është normal dikush me thonë Allahu ka më gjuhë në xhehenem dhe mos më shumë fal? Së normal. Po veç e kënaqësia, jo, Zoti do të na falë, Zoti i mëshirshëm, kënaqësia me gjendjen që ka, unë kam zemrën e mirë, unë si bëj keq askujt, kjo nuk është shtynë për uljen dhe Allah. Kjo nuk është shtynë në nështrim dhe ti. Edhe si rjedhoj, ky lloj
kategoria njerëzish e ka smundjen e iblisit. Që pendimi thuajse është i pamundur. Iblisi që ka pranu pendimi, jo që Zoti i ka bo padrejtësi, asë se in Allah la yadhlimu an-nasa shay'a, Allah si bën padrejtësi askujt, por ata i bën padrejtësi vetës vetë. Por për shkak se kënaqësia që njeri e ndjen ndaj vetës nuk është gjë që te kalohet lehtë. Iblisis nuk e te kaloj veten. Nuk e te kaloj dhe për këtë shkak u mallku. Veç ta paramendojna në sekuenca të shkurta se ku e shej vetëpëlqimi iblisin. Ti thot Allahut se ta mësoj Zotin në mënyrë se kënë e krijoi nga zjarri, kënë nga Allahi. Dhe kush është më i miri? Dhe kush është më i mirë? Ku na pi tregon? Ati që si fshet asgjë, ati që s'ka fillim dhe mbanim, ati që di ati përfshin çdo gjë, e din çdo gjë ku ka ra, e din çdo grimtë të atomit qysh është kriju. Çdo florë ka karrjedh, ato pëmson. Njëjtë për njeri që s'falet, e ka në zemrën e mirë, ku na pi tregon? Rabbul Alaminit, ati që e din zemrën tonë, pithu se ke bo gabim që na ke obligu 5 kohët, sepse ne kam zemrën e mirë. Ka pasojë të rënda që njeri ndoshta si mendon kështu, po kjo është përfundimi. I mendum si mendum, kjo është rezultati, Allah na fal. Amen. Mirë, do të ndalim edhe te çështje tjera sa përket kësaj teme, por tani dashur miq, shkputemi vetëm për pak çaste, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer dashur miq, po flasim për problemin serioz të vetëpëlqimit, siç e sqaroi Hoxha në pjesën e parë, që është smundje e rrezikshme e zemrës. Ndërkohë do të ndalemi tani tek çështja tjetër, do të ndalemi tek sahabët, Hoxh. Me sa frikë kujdeseshin nga ky problem? Fillimisht do të dim se sahabët kanë qenë larg kësaj smundje. Betojmë në Allahun që asnjëri prej tyre nuk e ka bardh këtë smundje. Se kjo smundje që përfundimi është hidhrim, që meriton hidhrim të Allah. Dhe ata kanë marrë gjithë kënaqësinë e Zotit Dhul Xhelal. Ndaj po përmenim shkaqet frikës tyre, po jo se ata runa Zot ka rënë dikush në këtë gabim fatal. Nëse zakonisht të më pyetni për emisionit cili ka qenë sahabi që është njoft më shumë prej frikës ose prej praktikimit në adhurime, këto është Omeri radiallahu anhu. Ka qenë njeri që ka qenë më i frikuni prej vetëpëlqimit. Allahu jarë tregohet për Omerin radiallahu anhu se një natë para se me vdek, shkon dhe e pyet Hudhaifa ibn Yamanin, ato që i dinte sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dinte emrat e hipokritëve. I thot, a më ka përmend mu prej hipokritëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tash ndalën pak të mendojnë. Omeri i përgëzuar në xhenet. Omeri shoku më i afërt pas Abu Bekrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omeri drejtësi të madhe në pushtet. Frikë të madhe, çajtje të madhe, zemër të butë e kështu me radhë. Ky person thot mos jam prej munafikëve. Çka na jap kjo me kupto? Që ky njeri veç veten se ka pëlqy. Një natë para se me vdek, thot, dha kur e dëgjon Hudhaifa shon shumë. Thot, qysh vramer, ty me të përmen. Qysh ty me të përmen. Pastaj Omeri, ndëgjon Hudhaifën, që ai nuk është prej munafika, hyp në minber dhe thot, o njerëz, nëse një zot rreth për qiellit dhe thot se krejt njerëz janë në xhenet, veç njerëz është kisha minutë që unë jam qaj. As i frikësun, as i trishtun për gjendjen e vetë, so që s'ka njerëz s'ka leju as për sa afër me u afru vetëpëlqimi të kë. Në asnjë mënyrë. Tani shembuj që tregojnë për edukimin që ka bëu Omeri vetës dhe vetë janë të mahnitshëm. Enes radiallahu anhu tregon, thot një herë një djalë i ri e thirrë Omerin në emër, i tha, o Omer,
Dhe kjo pak e habiti se ishte mësu të thrasin o prisi besimtare. Vetëm kjo habi e ti tha më njëherë Omeri, u fut mas një muri dhe shkova me këshyrë se çka po vepron. Tha nxjerrë gjuhën e tij e rrehte dhe thashte, ke dëshirë me thonë prisi besimtare dhe të s'kesin gjë tjetër se bari i Kurejshve. Tha i mshejke gjuhës vetë me misfak. I frigun shumë prej vetë pëlqimit. E dinte pasojën e kësaj smundje, e dinte se sa hidhran Allahun kjo smundje. Të tillë ishte. Po raste pas veprave, pas sukseseve që tregonin sahabët, a friksoheshin se mos vepra e tyre preket nga ky problem, nga vetpëlqimi? Sigurisht që friksoheshin shumë, ata kishin shumë suksese në jetën e vet. Veçanërisht nëse flasim për udhëheqjen e Omerit 10 vjet dhe për hapjen e shtetit islam në kohën e tij në territoret huaja, ishte që në kohën e tij u hap Shami, prej të këto themi u hap edhe Palestina, Kudsi që sot është i poshtun, po ashtu u hap Egjipti, u hap Iraku, u hap Persia, ka shkaktar për rrëzimin e perandorisë romake dhe persiane dhe largimin e ndikimit tyne në tokat që ishin afër tokave islame. Por gjitha këto suksese nuk e bënin Omerin të ndrante prej asaj që ishte. Vëllau janë në vitin 19 Hijri, kur Omeri ishte khalife, u përhap kolera, prej të cilës vdesën shumë sahabi, patë vujtjet mëdha, urit madhe, vdes Ebu Ubejdja, vdes Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum, dhe vinin çdo ditë lajmet se vdes ky sahabi. Omeri kur dëgjonte se këta shokë vdesnin e ngrehte atë shtogën që mbështeti të zhag dhe thashte shkun shokët e tu dhe mbete vetë. Çante, mërziti për ta. Në këtë kohë të vështirë, vafni e madhe, Omeri nuk hante gjë tjetër përveç hulme dhe ujë, saqë u bë lkura e tina, lkurë e kaft, për shkak se nuk ushqehi me mish dhe gjana tjera. Pastaj u çliru. Zoti e largoi këtë bela, u çliru Omeri dhe gjithë ata që ishin rrethina. Amr ibn Asi, pruni prej Egjiptit, shumë të mira, po ashtu Muavija prej Shamit, e kështu me radhë, dhe njerëzit arritën me pas me bollëk në gjana në Medinë. So që u mbosh edhe xhamia e pejgamberit a.s. me ari prej të mirave të shumta që vinin nga gjithë anët. Por derisa vdes, deri në vitin 22 nuk e ndroi më ushqimin. Nuk u ushqy më me asgjë. Qëndroi ashtu siç ishte në ditën më të vështira deri në fundin e jetës. Prej frikës se këto suksese që vinin ndikojnë vetë pëlqim, kënaqësi e kështu me radhë. Njëherë në një emision caktun, në një vend caktun, e kum mbajt një ligjërat thjesht familjare i Omerit, është sfida privilegj, është sfida madhe. Thuhet se aq shumë i shtrengonte familjarët e tij dhe aq shumë i rëndonte sa që ka qenë sfidë e madhe me qenë antar i familjes tij në kohën e udhëheqjes tij. Frikoi shumë prej kësaj smundje. I tillë ishte edhe Abu Bekri para tina. Thuhet se kur shihte ndonjë pemë, thoshte tisha si kjo pemë, që të më ngronin kafshët, po vetëm Allahut mos i dal përpara, se kam frikë shumë prej ditës së takimit me ta. Po mbi gjitha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoshte vallahi unë jam i dërguar i Allahut, nuk di se çka do të bën Allahu me mua. Friksoheshin shumë. Edhe pse në aspektin praktik të adhurimit kishin arrit grada të pa imagjinueshme për ne. Dhe jo vetëm për ne, por edhe për gjeneratat para nesh. Ibn Qayyim rahimahullah në një libër që e ka quhet Tariq el-Hijratain wa Bab Sa'adatain, rrugtimin drejt dy hijreteve dhe arritja
dy lumturive, është fjala hijretit drejt Allahut në shtrim dhe hijretit drejt pejgamberit sallallahu në pasim. Në këtë libër kur përmend gradat e njerëzve drejt këtyre dy shpërngulljeve, fillon me sahabët, sepse këta ishin ata që arritën kulmin e këtij suksesi dhe ishin shembull më i mirë se si duhet qenë njëri që e ka niyet me jetu për hir të Allahut dhe me jetësu sunetin e pejgamberit sallallahu në jetën e tij. Thot vallahi veç dashnia për këta njerëz na shtyn me fol për ta, se jo që i marrëm erë gjendjes tyne me Allahun dhe adhurime tyne. Ibn Qayyim, që gjithë na njehim se sa ka qenë përkushtuar, sa ka lënë shkruan këtë drejtim, është një lloj mjeku i zemrave. Këtë thot, unë nuk i marr erë gjendjes sahabe me Allahun azza wa jall, as adhurime që ata i krynin, po vetëm dashnia për ta na shtyn me fol. Edhe na në këtë mision kështu e bujnë, të regojmë shembuj, po jo që e kuptojmë realitetin e tyre. Allahu na bashkoft me ta ditën e takimit me Allah. Dhe pra treguat disa shembuj, e përmendet pra se si Ebu Bekri e pati një ndjesi të rastit dhe pastaj e qortoi veten. A më kupton se përveç që mund të kenë njerëzit vetpëlqim për veprat që i bëjnë, që duken, po mund të ketë vetpëlqim edhe për veprat e zemrës, ato të cilët nuk duken. Po vetpëlqimi, cili është më i rrezikshëm? Vetpëlqimi më shumë është në veprat e zemrës se sa në veprat e jashtme, se është smundja e zemrës. Është ndjesi. Dhe smundja bjen përballë adhurimeve të zemrës. Ajo nuk bjen përballë adhurimeve të trupit rrallë herë. Nëse është smundja e zemrës. Dhe kjo smundja e zemrës. Sigurisht, së është shumë e rrezikshme ndjesia, kënaqësia e brendshme se sa ajo trupore. Këtë shembull e kemi tek Ademi a.s. siç e përmendëm më herët, se kishte bërë gjuna, po gjunaja e tij kishte të bëjë me epshe dhe nuk kishte të bëjë me dilema, as me kënaqësi të brendshme. Nuk kishte të bëjë me bindjet. Jo, asesi. Kishte të bëjë me diçka që e sheh një pemë të mirë, i thot merr për kësaj pemë, se nëse ti ushqesh prej saj, do të jesh i përjetshëm dhe ky hap reagim njerëzor normal e bën që të sigurohet për vdekjes dhe mendon se këshilltar i mirë han prej saj. E pastaj dina se si tregon Allah që zhveshën e mbledhe, mbulohen me warakul janna, me gjethat xhenetit, dhe derisa prej saj thuhet dini shkonin në tokë. Kështu me radhë. Por krejt kjo që bëre Ademi a.s. nuk kishte të bëjë me ndjenjë kënaqësi. Ai përkundrazi, ka orë në transmetime që lumen ka rrjedh prej çajit një së tij të madh që ka bë si shkak i pendimit këtij gabimi. Nuk ka ndjenjë kënaqësi që kë gaboi dhe u ushqy, ndërsa iblisi dihet që ndjen të kënaqësi dhe privilegj dhe u mburri para melekëve të tjerë duke thonë që unë jam më i mirë se ai. Unë jam i krijuar prej zjarri, ajo është i krijuar prej balte dhe ofendon të tjetrën. Ndaj këto është problemi i vetpëlqimit. Përveç që të bën me lartësu veten, të bën me nënçmu tjetrën. Edhe nëse tjetri është më i mirë se ti. Nuk ka dilemë se Ademi a.s. është më i mirë se melekët. Se është pejgamberi i zgjedhur i Zotit. Zoti krijoi bi eidi me dy dorë të tina. Pastaj wa nafakha fihi, ja dha shpirtin e kështu me radhë, ndërrej shumë i urnoi melekët me i bë sejdë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kur Allah ju tha melekëve ku me bë me këmbs në tokë, e shujti edhe me këmbs. Pastaj tregon fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un, krejt melekët i bën sejdë Ademit a.s. illa iblis, veç iblisi nuk i bëni. O kanë min al-kafirin, dhe ishte prej jo besimtarë. Refuzoi. Ky refuzim ishte për shkak të vetpëlqimit. Jo se Ademi a.s. i kishte bërë diçka apo ishte ngatruar me to. Jo se ai sapo ishte kriju dhe sapo ishte vendos përballë melekëve. Nuk ishte komunikim me ta. Më nëherë u urdhnuan me ran sejdë, por vetpëlqimi është edhe të mos ishte Ademi fare. Ai do ta qëtë vetpëlqimin, do ta nxjerrte në një formë apo tjetër.
Dhe pra nuk meriton askush që të ndjeje përsi ndaj dikujt tjetër për asnjë rast e as për preardhjen e tij. Sigurisht, as për ngjyrën e tij, as për gjuhën që flet, nuk është kënaqëri të lavdohemi me këto gjëra që nuk jemi pyet, a do të jesh shqiptar apo arab apo gjerman apo amerikan i bardh apo i zi. Sa luftra në botë janë zhvilluar mbi bazën e racizmit, mbi bazën e ngjyrës apo gjuhës, sa në çmime sot i bëhet një kategori të njerëzve që kanë ngjyrë të zezë, apo zotin na rujt, evrejt është edhe në librat që mësojnë fëmijët tonë, një lloj ngjyre si kjo që kemi ne, i thojnë ngjyrë një njeriu. Po ngjyra e zezë së ngjyrë njeriu, po ngjyra e verdhë që kanë kinezët, ata nuk janë njerëz. Andaj ka racizëm edhe në për sisteme shkollore, tek shumica e shkollave tona, ngjyrë njeriu. Vërtet jam ndërrit kur e kam dëgjuar për vajzat mia, duke thonë kjo është ngjyrë njeriu. Tash kush ju ka mësuar kështu? Njëri është disa ngjyra, është disa raca, disa gjuhë. Ndaj kjo lloj çështje është në çmim ndaj ndoshta mbi 500 milion njerëzve që posëdojnë ngjyrë tjetër, apo mbi 5 miliard njerëzve tjerë që nuk janë ngjyrë të bardhë siç jemi. Të kemi kujdes se po edukojmë veten, po jo edukojmë tjerët, se Zoti na pyeti neve, a do të bëj ngjyrë të bardhë apo të zezë, a do të bëj njëri apo do të bëj dhe jo, kjo gjithë mirësi prej tij. Për mirësitë prej tij pse më lavdëron. Pastaj është edhe një çështje. Kur erdhëm në këtë botë, a krijum ujin, ajrin, a bëm diçka të veçantë, asëse gjithë gjetëm hazër, të gatshme. Pse na do të me lavdëru për çka? Cila është arsye? Nëse mos ekzistimi jonë këtë botë nuk do të ishte, a do të mbetej bota keq? Jo. Do të ishte kështu siç është. Ndaj krejt këtu që na sot i paramendojna. Këto janë mashtrimet shejtanit, smundjet shejtanit që i bardh në veten e tij e pastaj smund në rob të Zotit, të cilët janë larguar në shtrimin ndaj Allahut me lloj smundje të kësaj kategorie. Po dhe luftimi i kësaj smundje a bëhet edhe përmes vetdijes apo forcimit të vetdijes se ne vazhdimisht kemi nevojë për mëshirën e Allahut dhe kemi nevojë që të jemi të përulur ndaj tij. Sigurisht në shtrimin ndaj Allahut është çelës i çdo suksesi dhe përulja ndaj tij është çelës i çdo largimi çdo smundje. Nëse jemi si çdo në raport me Allahun, do të jemi si çdo edhe në adhurim ndaj tij dhe të distancohen prej këtyre smundjeve që i mbartin vetëm ata që se njohin Allahun Azza wa Jall si çdo. Ata të cilët nuk i dinë realitetet që i kanë. Një shembull thjesht, vëlla bujar. Kur Zoti na krijoi dhe ishëm në barkun e nanës, si ushqenim, me çka ushqenim, si ishte gjendja jonë, po të na largonte në javët e para dhe të na shite në tokë, në javën e tretë për shembull. Qysh e kishim ushqyer një fëmijë, qysh i kishim ndihmu atina. Ai nuk ka sy, nuk ka, është një pikë, është një flet për paaftësinë tonë për nëse jemi të pa aftë, atëherë sot çka jemi më shumë? Karshi Allahut. Asgjë. A kemi mundësinë ta orientojmë në damar që i kemi në fët ujin, ajrin dhe bukën? Pas nuk i dim cila është i ujit, cila është i ajrit, cila është i bukës. Kush i bën gjithë këto san? Kur jemi në gjumë, kush është ai që na mbikëqyr? A kemi vetë kontroll? Njeri mbar në vete 37 milion qeliza. 37 miliard qeliza, më falë. Nëse i thuhet me nxej dhe i 37 miliard, i do 1000 vjet jetë. Dhe kjo vetëm i një, jo mi mirë mbajt. Po mi mirë mbajt. Nuk kemi pse. As lavdohemi. Të meditojmë në këtë formë dhe pastaj kuptojmë gjendjen tonë. Normal, këtë është në përëndësinë, këtë është në njoftje në realitetin. Nëse ulemi dhe meditojmë se kush është Zoti.
i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, ka qenë kur s'ka pas diell, as han, as arsh, as kalem, dhe do t'jetë kur çdo gjë shkatrohet. Besaiqa men fi samawati wa men fil ard, dhe kur të bjen vdek gjithë çka qenë tokë, ina mashallah, përveç asaj që don Allah, do t'jetë Zot. Nëse e din që ti je 50, 60 vjet, 70 vjet, një kjo karike që kemi këto pranë, ka jetë gjatësi ma shumë se ti, për çka ti ma u lavdo? Ekzistimi jot është sikur se ekzistimi i jo në mbi një urë, nuk është mendësi që në urë të bëhet shtëpi. I kalosin, do të kalosh shpejt. Nuk ka mendësi ato të ngolsh në kam. Andaj të kemi dije të mirëfillt për Zotin, dhe të kemi dije të mirëfillt se kush jemi ne. Jemi një krijesë që është që e mirë dhe që e së më keq. E kështu më largë vetëpëlqimit. Kështu do të largohemi ndaj këtij kësaj smundje me lejen e Allahut. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.